Gjykata e lartë turke ka kundërshtuar planin e qeverisë së kryeministrit Erdogan për të reformuar këtë institucion, duke e konsideruar projekt ligjin që po diskutohet në parlamentin turk si jo kushtetues. Këshilli i lartë i gjykatësve dhe prokurorëve nëpërmjet një deklarate theksoi se qeveria po minon lirinë e drejtësisë, duke shkelur parimin e sankcionuar qartë në kushtetut të ndarjes së pushteteve. Sipas këshillit, vendosja e këtij institucioni të pavarur në varësinë e Ministrisë së Drejtësisë i jep fund përfundimisht lirisë së gjyqësorit në Turqi. Pas disa arrestimeve në kuadër të një operacioni të madh antikorrupsion dhe reformimit të kabinetit qeveritar që pasoi këto arrestime, i erdhi radha pa kohë më parë dhe shkarkimit të një numri të lartë funksionarësh policie në të gjithë Turqinë. Kryeministri Erdogan ka fajsuar ish aleatin e tij Fethullah Gülen, i cili gëzon një mbështetje të gjerë në radhët e policisë dhe gjyqësorit, si njeriu që po kërkon të vendosë shkopin në rrota qeverisë së tij. Gülen është një akademik islamik me shumë ndikim në Turqi, i cili për momentin jeton në SBA.